Në palestrën 1 tetore në Prishtinë u mbaj turneu Shpresat e Kosovës në karate, organizuar nga Federata e Karatesë së Kosovës. Në këtë turne morën pjesë 239 garues me 287 paraqitje në kategorinë individuale. Sekretari i Federatës së Karatesë së Kosovës, Nazmi Gashi, u shpreh i kënaqur me pjesëmarrjen. Kemi një pjesëmarrje masive, kemi dikun rreth 360 paraqitje në garë, është një masivitet shumë i madh. Në këto kategori kemi rezultate shumë të mira dhe në aspektin ndërkombëtar dhe kjo do të jetë një rrugë lehtë për seleksionuesit, për trajnerët, që t'i shohin për garën ndërkombëtare në çfarë niveli kanë të gjitha nivelet e garuesve. Garat u mbajtën në disiplinat kata e kumite, kurse Blendi Salihu suksesi në këtë turne e sheh si motivues për garat ndërkombëtare. Normal që kjo motivon të mri në garat e ashme dhe të synoj që të mri medalje edhe në jashtë Kosovës, në arena ndërkombëtare. Krenar Ismaili ishte ndër më të mirët në kata. Unë po ndihem shumë i kënaqur, jam duke kaluar mirë se gjithmonë në një garë që mbahet në Kosovë. Jam përgatitur për këtë garë, kam zonë vendin e parë në kata, i kam edhe 2 kategori tjera, në lufta open ose ndryshe absolute, edhe në kadet minus 52 kg. Shpresoj që edhe aty do të zonë vendin e parë siç edhe në kata, edhe të kthehem në shtëpi me 3 medaljet e vendit parë. Shpresat më të reja të karatesë së Kosovës, të vezhlit, u shprehen shumë të lumtur për pjesëmarrjen dhe sukseset individuale. Shumë e lumtur, i këmbë drejt, ka 3-0. Ku moshtru shumë për këtë gol. Edhe me një s'kom prit. Shumë më pëlqej, shumë u gëzova që fitova. Ne kom punuar dhe kom punuar bashkë me trajnerin dhe kam prapuar të shkoj dhe kom zonë vendin e dytë dhe jam shumë e lumtur që kom zonë. Herën tjetër kam zonë vendin e parë. Nuk është i raport që i marrë 2 venat para, se unë edhe në për kampionatit Kosovës jam shpoll kampioni 2 fisht. Unë mora vendin e tretë, emocionet e larta ishin shumë, dhe në gara tjera shpresoj që do ta marrë vendin e parë. Ky turne është një shpresë që rezultatet pozitive në arenën ndërkombëtare, si ajo e kampionatit mesdhetar në Spanjë, do të përsëriten dhe do të jenë edhe më të mëdha në të ardhmen.